Partia Demokratike akuzoi ministrin e Brendshëm Ervin Hoxha se nëpërmjet një lavazhi në pronësi të nënës së tij të moshuar ka përfituar para publike. Zëdhënësja për antikorrupsionin Genta Vangjeli theksoi se kjo kompani ka përfituar para nga ministri e infrastrukturës Belinda Balluku, e cila paguan 10.000 euro në muaj për të larë makinën. Nëna 70 vjeçare e ministrit Hoxha rezulton pronare e subjektit tregtar Veba 45 SHPK me objekt administrimi i parkimit dhe lavazhit të automjeteve pranë Hotel Rogner. Administratori të njëjtit subjekt është vëllai i tij, Darling Hoxha, njëkohësisht drejtori i Drejtorisë Rajonale OSSH Tiranë. Veba 45 ka përfituar fonde publike nga institucione të ndryshme shtetërore. Nuk është çudi që blerjet e vogla deri 10.000 euro të Ballukut për larje automjeti të kishin objektiv dërgimin e parave publike në ndërtesën në krah të kryeministrisë, ku ndodhet lavazhi i familjes së ministrit Hoxha. Vangjeli tha se pas denoncimit të lajmit nga kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë anulloi menjëherë procedurën me justifikim se dokumentat e tenderit përmbanin gabime dhe mangësi të rëndësishme dhe nuk u publikuan më. Nuk ka mbetur asnjë centimetër adheu të cilin këta nuk duan ta zhvasin. Nga deti në mal, nga gradacelat deri te parkimet apo lavazhet poshtë tyre. Partia Demokratike i bën thirrjes pak të nisë hetimet për të ballafaquar çdo shkelës me ligjin. Faleminderit.